serbe me pjesën e Veriut në kuadër të kësaj parafushatës, sepse... Po du të me mbet gjallë me diqka. Mos me konë lista sërbska, këta ishin shugë si parti. Si? Ishin shugë si parti, mos me konë sërbska. Pse? Sepse lista sërbska dhe për mua është shumë problematike. Por, lista sërbska mundet me u detronizu, në një onë me integrim përkasisht demokratizim, në onën tjetër me mosa strikte ligjore. Unë e pajtoj me failin që qeveria, parti politike s'mundet me shpallë terroriste, por grupe militare dhe paramilitare po. Prandaj, lista sërbska për narrative në vetëvenduses, po që i thojnë terroriste. Nëse i thojnë terroriste, po, duhet me ndalu. Po nëse nuk mujnë me ndalu, atëherë gjua për listës sërbska si terroriste është e papranueshme sepse e cënon për fashimin e komunitetit sërbë që i bjen, që janë kundër institucionet të Republikës Kosovës. Por, është një çështje. Për shembull, ju e dini rastin në Turqi, me partinë e punës Kurdistan, ose të kurde, me Öcalanin. Öcalanin burg, partinë e ka pas në parlament. Edhe kur s'ka mujt me ndalu, derisa Öcalan tash, 74 vjeçar në burg, për terrorizm, po bën thirrje me u shpërbon partia punës kurde për me hinë proces paqësor. Është çështje delikate. Dhe kënë kush në Kosovë, që sipas narrative të veves që po munduan krejt me i qitë në anën serbe, madje edhe ushtar që kanë hub gjymtyrët e komandant famë shumë që kanë plan kalan trup në luft me forca sërbe, po mundohen me i rështu me listën sërbska. Është e papranueshme, është lëvizje anti-shtet, por problemi është që nëse ka Republika Kosovës sistem sigurisë, që do duhet me besu, bilon e ka në ju api kredi veç që mirë që